Faleminderit që jeni këtu sot në një ditë shumë të rëndësishme për bujqësinë shqiptare. Ne jemi mbledhur tek ambientet e piramidës Tiranës, e cila është një strukturë ikonike në fakt e kryeqytetit. E kemi konsideruar gjithmonë si simbol të transformimit dhe ne sot në fakt do të flasim për një transformim shumë të rëndësishëm. Kemi kënaqësinë që të prezantojmë përpara jush nismën dhe vizionin për bujqësinë digjitale për Shqipërinë 2030, nga strategjia deri tek bujqësia inteligjente. Ky event është organizuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural me mbështetjen e zyrave të FAO në vendin tonë, me projektin KRAD nga Banka Botërore dhe shumë partnerë të tjerë të zhvillimit. Ju e dini tashmë që bujqësia shqiptare është një nga prioritetet strategjike të qeverisë në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Prandaj për këtë arsye ne sot nuk do të shohim vetëm koncepte, do të shohim teknologji reale, do të kemi mundësi të bashkëveprojmë me teknologjinë, të bëjmë demonstrime live dhe gjithashtu do të kemi edhe 2 panele të tjera diskutimi ku do të kemi zëra nga bota akademike, nga biznesi, nga startupet, nga politika gjithashtu. Kështu që pa humbur kohë, kam kënaqësinë që ta nisim këtë event duke i dhënë fjalën zonjës Ingrid McDonald, e cila është një zë shumë e rëndësishme në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, po sidomos me partnerët ndërkombëtar për zhvillim për Shqipërinë. Fjala për ju. Good morning, everyone. Can you hear me? Okay, wonderful. It's a pleasure to be here. Është kënaqësi që gjendem këtu Ministri Salla. Faleminderit shumë për organizimin e këtij eventi. Është shumë i rëndësishëm. Natyrisht edhe fakti që këtë gjë bëjmë së bashku me Bankën Botërore është gjithmonë një privilegj. Jemi shumë të kënaqur për këtë partneritet fantastik, po kështu edhe vlerësojmë edhe praninë e FAO-s, UN-i, gjithashtu organizatat të tjera të cilat kanë punuar për këtë gjë, po sidomos Lorenën dhe ekipin dhe pjesën tjetër të ekipit të BE-s, e kemi po kështu edhe përfaqësues nga BE-ja. Bujqësia është një nga sektorët më të rëndësishëm të Shqipërisë, me kontribut 90% të PBB-s, 30% të punësimit dhe në fakt edhe më shumë se 40% të shqiptarëve që jetojnë në zonat rurale mbështeten tek bujqësia. Ky diskutim sot është vërtet shumë i rëndësishëm, jo vetëm sa i takon të ardhmes në BE të vendit, por për të ardhmen në përgjithësi të Shqipërisë. Sigurisht që ka disa sfida kur vjen fjala për bujqësinë dhe ndoshta ata prej jush që kanë ndjekur sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, ai flet për një krizë të trefisht planetare. Një krizë që e shohim në kuadër të mjedisit, të klimës, të urgjencës së klimës. Kur shohim më shumë përmbytje, thatësira, zjarre dhe kur shohim rritjen e temperaturave. Dhe kjo ka efekt shkatrues në shumë pjesë të botës kur vjen fjala për bujqësinë. Mungon, pra të gjithë ne që jemi tulur këtu kanë një formë plastike në trupat e tyre për shkak të ndotjes. Ndotja është një nga rreziqet më të mëdha për bujqësinë. Por si vjen kjo në zinxhirin ushqimor? Në fakt, elemente që janë specifike për Shqipërinë, që janë migracioni të rinjve dhe është një problem largimi të rinjve, po kështu është edhe në fakt pjesë e mundësisë për bujqësinë, sepse por flasim për 90% të bujqësisë që kontribuon në PBB, atëherë është një mundësi shumë e madhe për zhvillimin e këtij sektori. Një nga problemet e tjera që kemi në Shqipëri është fragmentarizimi i tokës dhe siç e dim, 95% fermerëve kanë parcelat familjare dhe kjo është diçka që është objekt një pune shumë të madhe që po bëhet nga Kombet e Bashkuara, por duhen edhe përpjekje të tjera për të trajtuar këto gjëra. Në fakt, procesi i antarësimit në BE është një proces i jashtëzakonshëm. Unë vi në fakt nga Australia. Dhe bujqësia në vendin tonë shumë rëndësishme, sidomos në Zelandën e Re. Duhet të përshtasim sisteme të tëra, industri të tëra të sistemeve bujqësore dhe të ushqimit në mënyrë që të përputemi me standardet e BE-s. Këto standarde janë jashtëzakonisht rëndësishme jo vetëm për BE-n, por vendosin piketat sa ju takon të tilla industrive në mbar botën.
truly strategic position in Pra, jeni në një pozicion mjaft strategjik këtu në Shqipëri, sa i përket zinxhirit furnizimit, ndërkohë që nga vendi prej të cilit vi and it's very expensive. është shumë larg dhe duan 24 orë për të ardhur në këtë pjesë të botës. Kërkon dhe shumë karburant, ndërkohë që ju jeni shumë të privilegjuar që jeni në këtë pjesë të botës. Mendoj që duhet të In an area like agriculture. vlerësojmë diçka që është vërtet me peshë në sektorin e bujqësisë, por gjithashtu edhe ka një mundësi në bujqësi. Në fakt, standardet nuk janë aty për të vështirësuar gjërat, por duam që qytetarët në Shqipëri kur shkojnë në treg, e duan të blejnë diçka, të hanë diçka, fëmijët hanë diçka, të jetë sigurt, të jetë mirë për to. Për këtë janë standardet e BE-s. Now, at the same time, Në të njëjtën kohë, një prej fushave të rëndësishme kur vjen fjala për bujqësinë, ashtu siç në fushat e tjera është ndjeshmëria ndaj tronditjeve globale, pam për shembull këtë me Covidin, me urgjencën në Ukrainë dhe shohim tashmë dhe me urgjencat në Iran dhe në Indjen e Mesme dhe me krizat që sjellin ato çmimet e karburantit, rritjen e fertilizantëve, rriten dhe kjo ndihet nga fermerët, por jo vetëm prej tyre. Prandaj është shumë e rëndësishme që sektorit i ofrohet mbështetja e nevojshme në këto fusha. digital can help in every Po si mund të ndihmoj aspekti digital? one sort of Mund të ndihmoj në të gjitha aspektet. Nuk është thjesht një projekt i mëvetësishëm, është një sistem, një ndryshim në mbar sistemin dhe edhe në vendin tim që është plotësisht i digitalizuar për të qenë i aftë të konkurrojë në tregjet e BE-s, sjell dobi jo vetëm për fermerët, por për të gjithë shoqërinë. Ajo çfarë është e rëndësishme është të kuptojmë që kur flasim për digjitale nuk flasim vetëm për teknologjinë, por ajo për cilën flasim është të ndihmojmë fermerët të marrin vendime më të mira, të kenë informacionin në dispozicion për të marrë këto vendime. E për këtë arsye duhet që ti përshtaten për shembull këtij mjedisi në ndryshim qoftë edhe të motit, për të arritur për të konkuruar, për të ju qasur tregjeve dhe për të përfituar nga shërbimet. Kështu që këto sisteme ndihmojnë që fermerët të kenë akses në pjesën e But what's really important tregjeve, të dhënave të tregjeve, informacionin këshillimor, shërbimeve të motit dhe atyre digjitale. Pra këto sisteme nga ana tjetër duhet reflektojnë atë për cilën kanë nevojë fermerët, për ata për cilët duhet të dinë, nuk mund të imponohet nga lart. Duhet të jetë pjesë e procesit dhe mendoj që projekti DART për cilin do të flasim është një projekt i përbashkët në mbar Kombet e Bashkuara përmes të cilit po punojmë për të sjellë më të mirën globale në Shqipëri dhe për ta lidhur me atë çfarë duhet lokalisht. Në fakt, shohim sot edhe në komunitetet tuaja se çfarë duhet në nivel lokal. Përjedhoj, mirëpres dhe uroj përpjekjet e qeverisë dhe të ministrit për të pasur këtë agjendë digjitale për bujqësinë, që nuk lidhet vetëm me modernizimin e bujqësisë, por gjithashtu edhe me rezistencën ndaj problemeve të klimës, me integrimin e BE-s, por lidhet po kështu me atë për cilën kanë nevojë fermerët për të bërë këto ndryshime dhe ka të bëjë me të dëgjuarit e këtyre fermerëve dhe të autoriteteve lokale sa u takon nevojave të tyre në zonat që qeverisin. Në fakt është shumë e rëndësishme që të shihet se si mund të zhvillohet një program e plan veprimi për digitalizimin e bujqësisë, portali fermerëve për cilin do të dëgjojmë më vonë që mbështet me disa prej praktikave më të mira, përfshihet natyrisht edhe zhvillimi i aftësive dhe ndërveprueshmëria e shërbimeve që do të funksionojnë në të gjitha institucionet dhe sistemet ndërqeveritare. Në fakt, kemi një sistem të quajtur GovSpec që lidhet me bujqësinë, është me qendër në Estoni dhe së bashku me Unionin e Telekomunikacionet në qeverinë gjermane, pra edhe atë tjerë partner është pikërisht ajo çfarë po sillet në Shqipëri. Bujqësia digjitale diçka që në fakt kërkon ta bëj këtë sektor tërheqës për të rinj, nuk është e lehtë. Digitalja natyrisht mund të jetë diçka që ndihmon për këtë. Sjellja e sipërmarrjes, e inovacionit dhe elementeve të tjera në këtë sektor është e rëndësishme. Dua të falenderoj për edhe një herë ministrin për organizimin e këtij eventi, dua të falenderoj edhe partnerët që janë ITO
FAO-ja, që janë FAO, ILO, Bashkimi Evropian, Banka Botërore të tjerë, sepse për të bërë këtë transformim dhe për të shfrytzuar sa më mirë qoftë situatën e për të nxjerrë më të mirën, nuk mund të matet nga teknologjitë që ne fusim në përdorim, por nga mënyra se sa efektivisht përmirësojnë jetët e përditshme të fermerëve dhe forcojnë rezistencën e konkurrueshmërinë e sektorit bujqësor shqiptar. Me këtë ju falenderoj shumë. Koordinatores përhershme të OKB-s në Shqipëri, zonjës McDonald. Ndërkohë, Banka Botërore është një partner strategjik shumë i çmuar i Shqipërisë dhe përmes mbështetjes me projektin KRAD, ata kanë qenë thelbësor në konceptimin dhe implementimin e nismave që ne do të prezantojmë sot. Prandaj, kam kënaqësinë të ftoj zotin Massimiliano Paolucci, i cili është menaxheri i zyrës Bankës Botërore në Shqipëri për të thënë fjalën. Përshëndetsa. Përshëndetje, Ministër Sala. Ministër Sala, e dashur koordinatore rezidente, dashur Lorena Arben, këtë jeni tullur diku aty. Secretary General. Sekretari përgjithshëm. Faleminderit shumë për këtë mundësi që gjendem këtu sot. Kur po mendonim se për çfarë të flisnim sot, që ndoshta nuk e dëgjoni zakonisht, apo që do të kishte jehon. Për të gjithë ju, menduam 3 gjëra. Do të flasim për digitalizimin në bujqësi sot, që në vetvete është ajo çfarë Ingridi e përmendi më parë, vlerë e shtuar për ta transformuar bujqësinë, jo vetëm si mundësi jetese, por edhe mundësi për rritje dhe krijim të vendeve të punës. Siç e dini, institucioni ynë është global. Dhe kemi menduar për 3 gjëra. Çfarë kemi mësuar nga digitalizimi në bujqësi në vende të tjera, si në Europë, ashtu edhe në Europën Jugore. Po gjithashtu po përpiqemi të mendojmë edhe se çfarë po bën Shqipëria tani dhe çfarë do të duhej për të pasur sukses apo në të kundërt për dështuar. Pra cilat do të ishin kushtet që digitalizimi në bujqësi të funksiononte faktikisht në këtë vend. Më lejoni ta nis duke u përqendruar në atë çfarë na thonë të dhënat. Ajo çfarë shohim në vende të tjera është se platformat e integruara që kombinojnë qasjen në të dhënat e klimës, informacionin këshillues për të korat, mujitjen e aksesin e tregut, japin efikasitet të rëndësishëm. Le të mendojmë për shembull Afrikën Perëndimore, ku platformat digjitale janë të lidhura me mbi 400.000 fermer në tregje dhe shërbime financiare. Në fakt, platformat bujqësore të precizionit që kombinojnë internetin e sendeve, të dhënat satelitore, dhe analizat nga inteligjenca artificiale kanë reduktuar përdorimin e ujit, kanë përmirësuar efikasitetin e fertilizantëve dhe kanë sjellë në fakt përfitime të matshme në shumë kontekste të ndryshme bujqësore. Sistemet këshillimore për ujitjen, të cilat janë të standardizuara në më shumë se 20 platforma globalisht, kanë treguar përfitime konstante në përdorimin e efikasitetit të ujit, dhe kjo është shumë e rëndësishme për Shqipërinë, që si pjesë e mesdhellit përballet me mungesa uji. Digitalizimi pra nuk është vetëm thjesht ca pajisje interesante teknologjike, por ato synojnë që të zgjidhin problemet e fermerëve.